Prokuroria e Tiranës ka shpallur në kërkim Eno Agasin, kushëririn e Ergjys Agasit. Eno Agasi është shpallur në kërkim për akuzat veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës, kontrabandë e mallarave që paguajnë akcizë dhe magazinim i mallarave që paguajnë akcizë. Gjatë aksionit të SPAK, ditë më parë, Byroja Kombëtare e Hetimit konstatoi në vilën e Ergjys Agasit verëra të kontrabanduara, pasi agentët e BKH-s konstatuan kantinën e verës, njoftuan drejtorinë e doganave pasi malli ishte kontraband. Doganat bën inventarin për gjatë disa orëve dhe prollogaritën një dëm prej 400 milion lekësh buxhetit të shtetit nga mospagimi i akcizës. Për shkak se ishte natë dhe nuk mund të bëhej transporti, malli u la në ruajtje në vilë. Gjatë natës, sipas prokurorisë, dyshohet se Eno Agasi e ka hequr verën dhe ka hequr më pas serverin e kamerave të sigurisë. Kur furgonat e doganës kanë shkuar për të marrë mallin me verëra, kanë konstatuar se nuk ishte në kantinë. Ergjys Agasi është shpallur në kërkim nga SPAK bashkë me